Falënderimi i takon Allahut dhul Xhelal, i cili na ka bërë prej dinit islam, pasi që dini islam është i vetëm i cili do të pranohet te Allahu dhul Xhelal. Sa Allahu dhul Xhelal në Kur'an ka thonë inna dine inda Allahit islam, feja e vetme çka ka mu pranu te Allahu dhul Xhelal është feja islame. Kur thomi feja islame, dikush mund të kuptojë dhe me këtë vetë çka feja jona, edhe diçish e nin vetin si ma i zgjat edhe ma i dallum. Por na nuk e kemi për qëllim do të veç fejen tonë islame, por e kemi për qëllim çka do të çaj çka i nënshtrohet Allahu dhul Xhelal, pita Ademi alayhis salam e tek te njeri i fundit. Çaj çka i nënshtrohet Allahut është musliman. Ashtu që Ademi apo ai muslimani i parë, pastaj ai pejgamber më radh. E i fundit do thotë pjatim dhe vargit pejgamberve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sot pra islam konsiderohet që ta që i ka shpjegue Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe që ta që ne kanë përcjell do thotë shokët e tina gjenerat mas gjenerate. Për ata arsye lutim Allahun dhul Xhelal që salavatet me qenë mbi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina dallume, mbi shokët e tina trima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është, dhe mbi gjithë ata të cilët Allahu dhul Xhelal ju nënshtrohen, dhe mbi gjithë ata të cilët e kanë pranuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Të gjithë qëta të cilët do thotë janë musliman, të cilët ju kanë nënshtruar Allahu dhul Xhelal në këtë dunjë, i kanë disa përparësi, po edhe kur dalin përpara Allahu dhul Xhelal kanë me pasën përparësi apo kanë me pasën prioritete. Allahu dhul Xhelal në Kur'an po thotë: "Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada." Për çata njerëz të cilët kanë bërë mirë, për çata njerëz të cilët kanë bërë mirë, ndërsa mirësia më e madhe është më kon i nënshtruar, më kon musliman. Allahu dhul Xhelal ka përgatit mirë për ta. Po le që ka përgatit mirë për ta, po diçka ka përgatitur te pric, pas dallë. Ai ke po për shembull e ban një pazar. Edhe kur e ban atë pazarin, sa parë që i çoj, thonë për shembull 5 miliard. Edhe tash kur çohesh ti, jep 100 dinar apo 10 miliard. Thot 5 për çoj, 5 shka te prica po këton, për nderën, për respektin që ta ka bën. Ajo e mira do thot çka përgatit për besimtarët është xheneti. Ama në xhenet halo më e mirë se xheneti është çka kena me pa Allahu dhul Xhelal, inshallah Allahu dhul Xhelal na bën nasib me pa. Pastaj thot wala yurhiquhum wujuhahum qatran wala dhillah. Thot këta njerëz të cilët do thot Allahu dhul Xhelal ka përgatit mirë për ta, edhe të cilët kanë me pa Allahu dhul Xhelal, fytyrat e tyre janë të ndritshme, nuk janë do thot xeza. Ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Këto janë do thot banorët e xhenetit, edhe këto kanë me hinë xhenet për gjithmonë, inshallah Allahu dhul Xhelal na i bën nasib me hinë në xhenet për gjithmonë. Ashtu që dietarët islam kur e komentojnë do thot fjalën husna, do thot xheneti Allahu dhul Xhelal. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, ndërsa ziyadja çka është? Thot me shique në fytyrën e Allahu dhul Xhelal. Ashtu që lutim Allahu dhul Xhelal që Allahu dhul Xhelal më na bën nasib që me hinë xhenet edhe me pa fytyrën e Allahu dhul Xhelal. Por kur e lexojna çeta ajet, pas ka nisen çka kuptohet e kundërta e këtij ajeti. E kundërta e këtij ajeti çka është? Pas ka do njerëz që pas ka në konë xhehenem, Allah na rujt. Edhe pas ka do njerëz të cilët kur pas ka me pa fytyrën e Allahu dhul Xhelal. Allah na rujt fitim. Edhe pas ka do njerëz të cilët fytyrat i pas kanë xeza. Edhe pas ka do njerëz të cilët kanë gjithmonë me brenga dhe me mërzia, Allah na rujt fitim. Kush janë ato? Thot Allahu dhul Xhelal: "Alladhina kasabu sayyiati jazaa'u sayyiati bimithliha." Ata njerëz të cilët do thot kanë bën vepra të këqija, ndërsa shpërblimi i veprës të keqe është shpërblimi i keq. Do thot kur bësh një të keqe, ki më shpërblim me të keqe, nuk shpërblesh me të mirë. Po këta të cilët do thot shpërblehen me të keq,
thot walladhina kasabu sayyiati jazaa'u sayyiati bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Përveç çka shpërblehen me të keq, do thot këta do t'i kaplon një nënçmim. Ha? Ma ke se më koni nënçmum nuk ka. E para mendon të thot në ahiret. Se nënçmimin këtë dunjë ka ndonjëherë lahot. Dikush nënçmon, mushët me një abar altin don edhe e hekin nënçmimin. E hekat të keqën shka e ki. Ama gje, mundesh me mora asfaltijas me hekat nënçmimin e vëtën. Se ati është Allahu ai cili i ngrit njerëzit dhe Allahu është ai që e hek dikujna nënçmimin. Thot, ma lehum min Allahi min asim, kennema ugshjad vujuhahum qata'an min lejlil mudlim. Thot, këta thot për Allahu dhu gjelal nuk kanë kuni çfarë ndihme, ndërsa ftyrat e tënve i kanë do thot zeza, sikur më konën natë e errët. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, këto janë banorët e xhehenemit, në të cilin do thot kanë me hije për gjithmonë. Inshallah Allahu dhu gjelal na ruan prej tyre. Thot Ibn Abbas radiallahu anhu, dërsa Ibn Abbas është njoni prej komentatorëve të Kuranit më i miri mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë mirësi pse e ka pi duajës të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën për ta. Ibn Abbas do thot afonin djali i migjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot Abbasin pejgamberi ka pas migj. Edhe çka Abbasi e ka pranuar Islamin. Ha? Pi migjallarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dy e kanë pranuar Islamin. Një është Hamza radiallahu anhu, i cili ka ra shahid luftën e Uhudit, edhe ka vorën do thot në Uhud, ata të cilët kanë shku do thot e kanë pa do thot në atë vend do thot ku ka ra shahid. Edhe i dyti është Abbasi radiallahu anhu, e çiki Abbasi e ka pas një gjallë, e çiki gjalli e ka pas emrin Abdullah, edhe akon i vogël, do thot është për sahabive të vogël. Edhe kur ka bon hijret do thot baba i tij në Abbasi ka ardhur në Medinë, edhe ki si fëmijë i vogël, sikur këtë fëmijë që kanë qef me lujtën, do thot jashta qytetit, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht kur akthije do thot prej udhëtimeve i ka pa fëmijë të lujtë, e ka pa edhe këtë Abbasin, radiallahu Ibn Abbasin, do thot Abdullahin, e ka morë e ka hipën zakonisht ndeve për mas. Sa edhe njëri hipat vetin, do thot për mas. Edhe kia është krenu do thot me këta për para shokëve qerë, ajo të kujtohet kur vike pejgamberi, mu më hip këtë deve, se mu dhe me kem ka pasën ma tafër. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bon dua për ta. Edhe ka thonë, Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila. O Zot, banja nasib me kuptu dinin, ha? Edhe me dit me spjegue çka, me spjegue do thot Kur'anin. Edhe do thot me këtë dua të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën për ta, akon do thot pi sahabeve që ka kuptu dinin tamam, edhe ka ditë mi komentua ajetet e Kuranit tamam, edhe ka thonë do thot nuk ka ajet në Kuran e unë mos me ditë se ku ka zbrit, për ka zbrit edhe kur ka zbrit. Do thot krejt ajetet që ka në Kuran i ka ditë ku ka zbrit, për ka zbrit edhe kur ka zbrit. Do thot Ibn Abbas radiallahu anhu. E kish ka thot innal hasanata diya. Punë e mira, kur njeri do thot i punon, ajo puna e mirë do thot i jep dritë. Dikush mund të thonë çish jep dritë apo ta. Pastaj çka thot? Këtë dritë do thot puna e mirë ku e jep? Në fytyrë, reflektohet do thot në fytyrën e insanit. Ai ka bën puna vakida një herë me pa tani plak musliman. Ha? Kur ta pash apo thon fytyra do thot dritë i ban. Pi shkajt i vjen e drita, i vjen pi veprave të mira, pi punëve të mira, do thot ai ka bon. Ama Zoti na ruaj kur ta pash do thot tani plak, i cili do thot është pa besimtar, ha, mushrik, kafir, njëri keq. Në fytyrë kur ta pash e shef atë urrëtitjen, atë mërzijen, atë mllefin, atë hidhrimin, atë gjunohin te fytyra e tij. Do thot punë e mira reflektohen te fytyra, edhe punë e këqija, edhe ato do thot reflektohen te fytyra e insanit. Inshallah Allahu xhelal e ban nasib që me punë të mira të cilat do thot na i punojna, ajo puna e mirë mu reflektohet në për fytyrat e tona. Pastaj çka thot? Nurun fi wajhihi wa nurun fi qalbihi. E pastaj do thot çaj nur e shiqohet edhe te zemra e tina. Edhe zemra e tina do thot bëhet me nur, bëhet me dritë.
wasi'atun fi rizq. Allahu dhul jalal çatina çka ban vepra të mira, ja shton rrezkin. Ja ban rrezkin gjam. Ha? Wa quwwatun fil badan. Allahu dhul jalal jep forcë në trup. E ban të fuqishëm. Ha, plaki 70 vjet qohet mungjet në sejdë super. Për barak. Ha? Forca është kjo. Do të thoni plak tjetër çka është mushrik, thu çu hunxho, a më me gjithë qohet edhe hunxhet. Pse se s'ka çat forcë, të cilën Allahu dhul jalal ja ka dhënë i besimtarit. Pastaj çka thot? Wa mahabbatun fi qulubil khalq. Edhe Allahu dhul jalal e ban këtë njeri më kon i dashur në mesin e krijesave tjera. Do të thotë ai i cili ban vepra të mira, ban punë të mira, Allahu dhul jalal ja reflekton çat veprën e mirë me dritë mas parë ku në fytyrën e tina. Masanena zemrën ja ban me dritë. Po masanej ja shton rrezkin, po masanej çka jep forcë, po masanej çka e ban më kon i lumtur edhe më kon i pranueshëm në shoqëni. Ha? Na kemi do thot në Shkup disa pleq të cilët do thot mirën me leximin e Kuranit, sikur shka Haxhi Mensuri, ha? Ke Shkupje një. Nuk ka ku ta di çfarë pasoniki, as nuk ka ku ta di çfarë alimi, as nuk ka ku ta di çfarë i heshmi, ha? As nuk ka ku ta di çfarë sportisti. Ama çka ka? Ka disa çka çert se kanë. Do thot dash mësues i Kuranit. E me qatë mësimin e Kuranit që ka e ka, do thot ashtë i pranueshëm shoqëni. Këtë njerëzit e dojnë, këtë Shkupin. Edhe ku do që ashtë, mënojnë njerëzit me aliru venin edhe mi thonë, hajde bujrum edhe, do thot, gëzohen njerëzit kër e shofin, do thot qatë njeri. Si shembol për e marra, pëton, pasi që do thot e njefti. A qasi njerëzit do thot na kena të Shkup plot, njerëzit burat mirë, të cilët do thot, i kanë frikë Allahu dhul jalal, Allahu për atë arsye që i kanë frikë dhe bojnë vepra të mira, Allahu i ka bën ata njerëz pranueshëm në shoqëni. Sa që njeriu do thot kur ban vepra të mira, ato veprat e mira kush i regjistrojnë? Melaçet. Edhe melaçet do thot veprat e tona të mira i ngrisin ka 2 herë në javë. Ditën e han edhe ditën e ejte. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas tradit me agjinu të hanë dhe të ka thonë se janë ditë kur ngriten veprat, e kam qef ditën kur ngriten veprat, më kon agjinushëm. Edhe vazhdimisht te Allahu dhul jalal shkojnë vepra të mira. Po zot, filani po falet, po agjinon, po ban mirë, po jep sadaka, po ndihmon muslimanëve, po mëson për të mirë, gjendet mëxhlise të mira. Do thot vazhdimisht raporti te Allahu po shkon qysh me sene të mira. E atëherë Allahu dhul jalal çati raportit të mirë që shkojnë vazhdimisht e don robin e vet. E kur e don robin e vet, Allahu dhul jalal ju thot me laçeve, oj me laçet e mia, unë jam të dash filanin dune edhe ju. E masane kur ta don Allahu dhul jalal dikan, e dojnë edhe me laçet, e masane kur ta dojnë me laçet i inspirojnë njerëzit që edhe ata me dash atë njeri, të cilin do thot Allahu dhul jalal është duke e dashur. Do thot një njeri më koni pranueshëm shoqëni, më koni dashëm shoqëni, më koni djali mirë shoqëni, nuk është një rasti. Ha? Po është një punë që ka arrihet me veprat e tua të mira të cilat ti ban për hir të Allahut dhul jalal, e kur ti ban ato vepra të mira Allahu don, e kur don Allahu dhul jalal e ban që ti më koni pranueshëm, do thot në shoqëni. Masa çka po thot? Thot feta u qawa al qalbu bi ta'ah. Thot zemra forcohet me shka? Me ibadetet të cilat Allahu dhul jalal i ban. Wa quwwatun fil badan wa si'atun fil rizq. Edhe thot ju shtohet tham rizki, edhe ju shtohet do thot forca. Pastaj çka thash? Thot fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje pe Allahu dhul jalal, se Allahu dhul jalal fal shumë. Episodetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka thon? 70 herë në ditë ka thon astaghfirullah wa atubu ilay. Ha? Pejgamberi Allahu, i cili s'ka pas do thot gjunoha as mëkate hiç. Çka? Astaghfirullah wa atubu ilay. Pse? Me na mësu neve. Gjunaçarëve, apo çish me kërku do thot falje për Allahu dhul jalal. E kjo është edhe një pjesë e Allahu dhul jalal, një pjesë e ajetit. Ku thot fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, thot Allahu dhul jalal kërkoni falje se Allahu dhul jalal fal. Yursilis samaa aleikum midrara. E kur ju kërkoni falje, Allahu dhul jalal çka ju çon shi.
A e keni pa do thot është pi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka shi, çka më bë? Me fal namaz shivit. Dërsa namazi i shivit në shumica e hutbës çka është do thot kërkim falje për Allahu dhu xhelal, për gabimet e për tmetat të cilat do thot muslimanët i bojnë. Edhe kur çohen do thot në namaz, kërkojnë falje, edhe i bojnë ibadet Allahu dhu xhelal shon shivin. Sikur shka ndodhi për shembull në Kosovë me vllahun ton, doktor Shefshet Krasniqi, i cili do thot fali namazin e shiut edhe kërkoi falje Allahu dhu xhelal, Allahu i çoj shi muslimanëve. Ha? Ne po folmi për të arab, po folmi për të na. Këto, se të arab ka do thotë edhe sene qera. Ashtu nuk folmi për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se dikush mund të thonë, po çfarë njerëz janë kanë ato? Ja kanë çer burra, kupton? Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bën do përshi me sahabët e vet, hala pa zhdrik do thotë i mimberit Allahu e ka quë shivit. Edhe çaq shumë do thotë shi sa ka quë, saqë kanë ardhur deri kanë thonë, "O ban dole ta nal Allah i shivit se na shkon shmijat." Edhe u banën helaç hayvan. A kupton edhe mur uji. E pasën e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hawalaiha la alaiha." O Allah çoj shivin për rreth Medinës, jo bash në Medinë. Pse? Se kërkimi i faljes prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bi shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka shumë i sinqert. A ka për nimet aman kërkim, apo kupton? Jo veç hajt ta bojna mohabet, apo kupton? Ashtu që njerëzit kur kërkojnë falje, Allahu dhul xhelal ja shton shivin, ndërsa shivja është elementi kryesor që njerëzit me gjallë, edhe me pas në risk, edhe mushtu do thotë mirat e Allahut dhul xhelal, se kur nuk ka shi, pa ujë shka bojnë? Vdesin njerëzit do thotë. Thatësia do thotë e ban ketë më shkatru do thotë shka kanë sipërfaqen e tokës. Pastaj shka thotë, "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." E kur njeriu do thotë mësohet me kërku falje për Allahu dhul xhelal ta shton pasuninë. E kur ta shton pasuninë, atëherë ki qef me pas edhe evlat kallaballëk, ha? Pse ki elhamdulillah. Parë ki, shtëpi ki, rrezik ki, tana e ki e thua po veç vetëve kënaqin këto. Shtona pak, bona pak ma shumë. E ketë këto gjona, dvinë qka? Dvinë që atëre kur kërkon falje për Allahu dhul xhelal, e Allahu dhul xhelal t'i shton rriskin, e t'i shton evladin, edhe t'a shton do thot pasunin. Pastaj çka thot, "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allahu dhul xhelal jep ju e kopshte edhe jep do thot lumej. Do thot me ato të mira të cilat Allahu dhul xhelal i ka përgatitën për ata të cilët kërkojnë falje. Po ashtu thot Allahu dhul xhelal në Kur'an, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yakdhibun." Me konë se banorët e një vendit i zonjë besë Allahu dhul xhelal, ha? Edhe i kanë frikë Allahu dhul xhelal, na thot këna mjafshil atinëve riskin pi qielli. Ama që atëherë kur njerëzit do thot nuk zonjë besë Allahu dhul xhelal, edhe kur bëhen krye lartë, atëherë Allahu dhul xhelal i merr ata me gjunahet të cilat do thot ata i kanë bërë. Por puna e gjunahit apet nuk kanë qash shumë problemi madhë. Po kur bëhet problemi madhë gjunahi? Kur njeriu e hup ndjenjen ndaj gjunahit. A kemi qartë? Çka do të thonë kjo? Do thotë gjunah me bo, nuk ka problemi madhë. Po problemi më i madh është kur njeriu e hup ndjenjen ndaj gjunahit. Për shembull, ha? Për shembull, ti bëna disa shembull. Dikush kur për akis pari herë, ha? Munohet më mshef. A din mos me pa njerëzit. Se e di që haram është. Edhe me pira ki këtë e dina që është haram. Ama kur njeriu do të hup ndjenjën e haramit, atëherë më nuk mshefët. Po del haptazi. Edhe le që del haptazi, pa dhe reklama ban. Edhe krenohet me ata. E ke po, për shembull, te këto vllaznita gjën në Kosovë. Ma e mira në Kosovë shka është? A përshef, dhe thot krenohen me atë keqen, a pëton. Ma e mira, bira e pes, dhe me kja pëton. Pa e me keqen ashtë, nuk ka ma e mira. Ama mo a hupën ndjenja e gjunahit. E kur hupët ndjenja e gjunahit, atër mo për gjunahit, mos fol me hiqë, a pëton. Ose për shembull, që shebojnë të vajzat, a pëton. Mas për herë dhe thot e kam problem me fotografu. E pas e kur t'ja plasin marrën, çka i thojnë?
misi, kapitën. Po çfarë misi i dreçit apo kupton? Çka acullakave dhe e ka humb të thot nderin edhe ka përcina për lloj valaka? Ha? Po çka? Mis. Edhe krenohet me ata. Po le që krenohet ajo, po krenohet edhe familja. Unë çfarë çike kam, po kupton, çika e mash misi i Kosovës, ja misi Maqedonisë, ja misi dunjës, apo kupton. Çka do thot e kanë humb mo ndjenjen ndaj gjunohit. Ose çka? Kur njëri për shembull del me ndonjë vajzë, edhe tutët më speshet tani kush të marrë, e kupton? Edhe pasi kur ti plas mo filmi ket, ja thot kjo dashni është, e kupton? Ja ndron emrin, e kupton? Edhe krenohet do thot me gjunohin, tek te disa që edhe nuk i vjen marrë edhe hoxhës, me vetë hoxhbe, çish ta bëjmë unë jam të dashur ta. Po ti dost. E kupton? Kjo dashni, e kupton, çka ti të fol, as gjuna. Ajo shka na ka mësuar neve Allahu dhe pejgamberi, me shku me bën një çah edhe me morët me çuti shtëpia jote. Jo më shëtit na për ullë, sikur shka shëtitën zakart. Ashtu që problemi ma i madh kua, problemi ma i madh kur ndjerju e hup ndjenjen e gjunohit. A o kuptu? Gjuna me bo nuk ka problem, ama ndjenjen me hup gjunohit, që kjo ka problemi madh. Ndërsa ndjenja e gjunohit qish hupët? Hupët duke fillu ka pak. Sot pak, nesër pak, mas nesër pak, mas nesër pak, tek te disa dek zemra. Edhe kur dek zemra mo, badja, si aja akumulatori, një hera është i fort, bagerin e nis. Ka forës të madhe shumë. Po mas e tu do pësu, valla s'penis, hajde ta një mojna me dhe një kanë qetet, dranja një mon. Po mas e ne, valla, hiq mo, mëse nis me atë qetet se ma lishtu, ma cap s'ban. Pse se ka vdek mo, nuk ka dhe thot struj në atë akumulator. Edhe imani i njerëzve anë qështu. Dikush që ka qaq, imanin e fort, kodrën e lëviz. Një umet e hes për para. Për shembull një Taib. Një Taib, ama një Turqie ka qenë komo këtë. Një dunjë është e njohur. E po çka ka Taipi bashkëm se ato kretarë që kanë para Taipit? Mos i ka dy krije? Jo, mos i ka katër dur? Jo, mos i ka katër sy? Jo, mos i ka pesë par vesh? Jo, si ka. Edhe ai ka sikur ato njerëzit që kanë. Ama imanin, do thotë të cilin do thotë e ka në zemrën e tina, e ban që me bën lëvizje të mëdha, se imani është ai i cili i lëviz gjona. Ama çiki iman çish hupët, do thotë duke i vazhdu veprat e këqija. Do thotë ndërsa veprat e këqija çish vazhdohen, do thotë duke net me shoqni të keqe, A e ke pa çish nisë dohoni. A be ka dhënja, e din. Edhe hajde pe kallna sot për hatën. Masë hajde edhe një kallë apo ton. Masë ne kallë edhe një për hatën. Masë për streti më kur dushti me kallë e qire. Ble pa çetën tonë mos u blod mo. Kupton. Një herë interesant sa si anis apo ton kallë për hatën. Masë kur ti anis ble pa çetën tonë. Ose shumica e gjonave ka dhënë nisën në pikurreshtjes. Mi vetë për shembull ato drogirash. Pse be u bën drogirash? Po vallahi vetë tash ta provoj çish është. Se këtë njerëz pe provoj, ta provoj dhonë. Edhe provon nisën edhe me të tam ose ndel pisajna. E bëresh. Pse? Se çashtu do thotë shejtani ja zbukuron veprat e këqija në udhu billah. Ndërsa sebeb i veprave të këqija tre faktor kryesor janë. Do të tre faktor. Faktori i parë çka është? Mosbesimi apo dyshimi. Zoti na ruaj. Do thotë shirki apo bidatet e veprat e këqija. Faktori tjetër çka është? Mlefi. Kur njeri ka i natë, kur ka, që më thonë, apo të në hidrim tepër, e atërë çka? Shkon të rritë ajo me shku me vrap, me mytë dhe një kanë. Edhe faktori i tret, cili është, do thot epshi, sikur shka janë, do thot problemi i zinojës, sikur shka janë problemi i lojrave të fatit, sikur shka janë sportska, sikur shka është, do thot rakija, sikur shka janë, do thot gjithë disa gjonat, të cilat do thot na i bojna. E qëto janë ato faktorët kryesor, të cilat do thot njerin e qojnë për me hupën ndjenjen e gjunahit. E kur ta hup ndjenjen e gjunahit, atëherë mo ki njeri ka vdek Allahu dhu xhelal na ruaj prej tina. Për atë arsye pra, nëse dojna me ushëru do thot piktinëve gjonave. Me ushëru piktinëve gjonave, atëherë çka? Do të menet me burra të mirë. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më kon njërnek për njerëzit. Edhe me motivu njerëzit në vepra të mira, në punë të mira. Edhe shoqënia e mirë o vëllezër nuk ka të pagu. Shoqënia e mirë nuk ka të pagu.
ndoshta ti nuk mundesh më bëj më i mirë, ama kur të nesh me të mirë, je i kurtalist. Kapton, je ka ona e mirë. Pastaj mas është njës mirë çka është, do thotë më mundu më bëj si këta, ha? Se për më pas shok dikan, do thotë duhesh edhe ti bak disa sene mi ditë. Nëse se din këtë Kur'anin përmesh, bile nja 4-5 dova mësoj. Nëse nuk mundesh më fal gjatë natën, bile fal dani herë, dani namaz. Nëse nuk mundesh më agjinu tanë tente, bile Ramazanin bitise, ha? Do thotë duhesh më bën disa vepra të mira që për më konë shok me dani kan. Po këtë këto gjona çish arrihen, çish bëhen, do thotë mos venet ka. Më anis ka pak me lexu, më anis apo ton me prezantu na për derse, me pas informata. Se njëri do thotë kur ka informata, do thotë është i fuqishëm edhe mund të minet shejtanit karshi. Pse se njeriu ka dëniher nuk e din një informat. E për ata që nuk e din një informat, një gjuna ju do këtë kur gjo hiq. Ha? Një gjuna ju do këtë kur gjo hiq. Për ju të regoj një rast, edhe me këtë rast po du me përfundu edhe dersin. Ishmi një herë me një çfarë mësimi, i mësojsh me disa djemë të ri. Në Bosnë, edhe po ju shpjegojnë atinve që piva me pi haram është. Se në Bosnë, në për disa vene, do thotë, qatë shumë, shka është bëhe normal pimja e pivës, sa që njerëzit e kuptojnë që halal është. Ti shkon me bon bajram, a i ta qëtë pivën ati, me bon bajram lëka, më këtën. Ju për ju keshet, a më këtën, ama dikun është kjo realitet. Edhe u patëm ledhë disa djemë të ri, edhe atyre djemëve të ri, na për ju të regojna se pivë me pija është haram. Edhe çdo gjonë që ka të pinë me shumic, edhe pakica e sajna, është haram. Edhe kur për spjegojna na këtë dërës, njoni, ja nisi me u kesh. E kur ja nisi me u kesh, aj, e mora vesh që masa sa i të kesh më s'ka diçka, se njeri badjava nuk keshët. Edhe për tha moti filam, pse po keshës? Për tha, o e fendi, nuk ka me ranësi. Ja, tash, është me ranësi, po du me ditë pse po keshës. E tha nga, tha, për të kalzoj, tha. Njëherë, tha, na, u patëm ledh një grupe të rive, edhe shku me një kafë. Edhe kur shkum në atë kafën ati, na musliman, ndërsa ka ona tjetër në kafë atje, do sërë për nej. Edhe na pithojna konobarit, o konobar, bërebe një piv t'jeshilt. A pivat e jeshilt në Bosnë i pinë musliman. Ha? Se boja e jeshilt me bojën e muslimanve. Ndërsa sërë pivat i pinë t'kuqe. Pivat e nishit, ashtë e kuqe, apëtan. E ki kur i thot, bërë një piv t'jeshilt, a i sërë me pia gjehit, mo pjana po, a i nuk di mo shka fol, ja shanë pivën e jeshilt. Thot, unë e ta lujti pivën e muslimanve. A ka pivë të muslimanve? S'ka pivë të muslimanve. Ama për Sërbin, ajo e shilta është e muslimanve. E thot, kur na i shajti neve këtë pivën e muslimanve, jemi qu e i kina bo puzder aty, në kafe. Ha? Shka ka bo kje, ka mbrojt pivën e muslimanve. Edhe shka për thot, ta sot ta pe marrë vesh, që edhe kuqe edhe jeshilta ko ka njësoj. Edhe kuqe edhe jeshilta ko ka njësoj. Ama po du më këthi me një vend. Do thot qatë shumë shka hup ndjenja ndaj gjunohit, sa që mo, a i nuk e logarit ata për gjuna, e logarit si pjesë të besimit, edhe a i logarit që i ka dollë zot, asaj pivës të muslimanve. Për shka? Mos njofja e dinit, për shka? Paksia e informatave. Ha? E për ata sy do thot njeri të mundu të mëboj fort, me imanin e tina kur ka informata, kur lexon, kur njen me burat mirë, kur e kupton dinin e vetë, ndërsa kur gjonë nuk ashtë rasi. Dhe thot, pejgamberit al-Islam nuk i ka ardhur dini për një ditë, 23 vjet. Ha? Edhe nas mujna me mësu do thot dinin që kina nejtë nasonte me molla Feridin për shembull. Jo, kjo është vetëm një element për mi dhon pak strujt batarijës. Ama për mu mush mirë bataria do të më çuti shtëpia dhe me lon aty një 24 saat në adaptorin aty, mu mush mirë, mu forcua po këto. Edhe na do thot mujna me nisën diçka, ama sanena mos me lon me çaq, po me vazhdu. Do thot që me pas informata sa ma tepër, se njeriu sa ma shumë që din, qaq ma i afërt e Allahu Dhul Xhelal është, edhe qaq ma mirë din me bo ibadet Allahu Dhul Xhelal. Unë e lusë Allahu Dhul Xhelal që me lëmon për atinve që ka e mësojnë dinin Allahu Dhul Xhelal. Lusë Allahu Dhul Xhelal që kur ta mësojnë dinin, me lëmon për atinve që ka e praktikojna. Lusë Allahu Dhul Xhelal gabimet të cilat i bojna, inshallah nuk i bojna që me hup ndjenjën e gabimit, po me pasën marrë për gabimit e sinë e bojna. Edhe lus Allahu Dhul Xhelal që më na fal gabimet se nuk ka njerë pa gabime, po më i mirë është ai që kërkon falje për gabimet e vet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Allah shpëlbej.